Fshati Vjetër dhe Bibaj nuk do të përballen më me mungesë të ujit të pijës. Kjo pasi që në këto dy fshatra të Ferizajt sot kanë filluar punimet për instalimin e ujësjellësit. Banorët e mirëpretën këtë projekt duke thënë se pas shumë premtimeve më në fund ky projekt po realizohet. Ne kemi pritur që shka herë dhe na erë një kohë dhe një ditë shumë e mirë sepse po jemi një pjesë e qytetit, ujin do ta kemi nga ujësjellësi i qytetit. Unë kam cek shpesh herë, fshati Bibaj dhe fshati Vjetër janë pjesë e qytetit. E kam pas shpesh herë para llogaritë se çdo qytetari i fshatit Bibaj dhe fshatit Vjetër kanë mush ujë ose kanë ble. Çdo shtëpi ka pas kostë dikur 15-20 euro për muaj dhe kjo kuptohet që do të jetë një lehtësim shumë për ne. Ne kemi prit një kohë mjaft gjatë. Këtu ujë ka qenë mjaft i ndytur, mjaft i papir, kemi prit mjaft por që u bë kurrizimi i këtij projekti që është një projekt shumë i rëndësishëm. Mirë po jo të gjithë banorët i u gëzuan fillimit të punimeve për instalimin e ujësjellësit. Nazif Dubova nga fshati Bibaj ankohet se për realizimin e punimeve në ujësjellës i rënuan murin. Madje ai fajson kryetarin e fshatit Bibaj Faton Haxhisaliun, duke thënë se gjithë kjo ka ndodhur për inate personale. Që kjo është zidi jam të poshtë, e kom ble mas lutës, kom marru zid, kom mas i kret, urdol, katastarësa e ka matë. Kër e ka matë, se bajet me folët për mu, 2 metra ka qitën këta nullë. 2 ka qitë. Cemin, që ta është javitu me këshyrëm, një piqik nullë, edhe ma ka zdu Fatoni. Unë e sa vetëna, unë e qështë do pëndoj, ma ka zdu Fatoni. Donë, edhe kur gjahëq. Po e për çfarë arsye? Nullë është. Ama qërë këtë 2 metra nullë, qërë mirë 2 metra me skicë, kada starë ka matë, cemin e ka qitë nullë, një plomë. Një piqik, edhe ka rëzu zidin, 200 vjetë a ju konë me qërpeq, që 200 vjetë që e kanë zidu këta vetë. E me konë që këshyre drejca, me konë që këshyre si fukareja si i madhe, unë jemi nga që më përkit shtese, unë i përkas që ti shtetit tonë. Ndërsa Haxhisaliu tha se ky mor ka qenë ndërtuar në pronë publike dhe se nuk ka asgjë personale me këtë banor. Prona tina ka qenë në rrugë. Komplet 2 metra e gjys dhe është rënu muri tina. Dhe nuk është në qëllim personal, por është interes i gjithve, sepse ku është mundësia ne kam cek në fillim, ku tjetë në pronën e shtetit, sepse kjo rrugë do të shtrohet me 6 metra asfalt dhe 4 trotuar. Dhe pikërisht në atë pjesë aty nuk na ka ndonë neve 6 metra, se mos flasëm për trotuar. Dhe tash me rrëzimin atij murit, 2 metra e gjys, i kemi 6 metra rrugë dhe kemi trotuar. Kurse kryetari i komunës së Ferizajt Muharrem Sfarqa tha se së shpejti do të bën me ujësjellës edhe fshatrat Sojev, Dardani dhe Zllatar. Është një projekt i shumë pritur, i cili përkohësisht do të kyçet me ujësjellësin kryesor të qytetit, derisa të bëhen zgjidhje tjera alternative të ndërtimit fabrikës ujit të pijës që do të ndërtohet mes fshatit Arinos Muhaxherve dhe Bibaj. Ne barakohet që edhe fshatra tjera Zllatar, Sojev dhe Dardani të jenë në këtë projekt. Kur do të bëhen ujë pijës edhe? Ne po presim që edhe për ato fshatra të kem konfirmim brenda këtij viti për fillimin e vendosjes rrjetit të ujësjellësit. Ndërkaq ato do të jenë fshatrat e fundit të cilat do të lidhen me rrjetin e ujësjellësit. Instalimi i ujësjellësit në fshatin e Vjetër dhe Bibaj është projekt i financuar nga qeveria zvicrane dhe i zbatuar përmes CDI-s, i cili kap shumën prej 468.000 euro.